edhe për shembull, nashtë mund me dalë një vojës shumë e bukur, po e marrë dhe për lidhëm pjesë ku prindin është gabim. Ku është nashtë një vojës shumë e bukur, edhe paka shumë i shojnë ato pjesën e që e bullizojnë, apo kupton? Dhe një vojës e bukur, prindi i ka bon vojëza mbi moshën 18 vjeçare. Tash, aja ka mundësi edhe me arrit më shumë për moshën 18 vjeçare. Pse? Nashtë i bëhet mes dikon, nashtë i bëhet këngëtare, nashtë i bëhet prezantuese në televizion. Po nashtë edhe gjatë modelizmit e gjanë një burr suksesshëm, apo kupton? Tash çka ndodh? Nëse na mundomi një vojzë mbi moshën 18 vjeçare me mbyll, pse shkon në shkollë, pse nuk shkon në shkollë, ose shko veç me shkollën, ose pse mirësh me këtë pjesë, unë mendoj që është gabim. 18 vjetë. Se pun, aja ka bu moshën 18 vjeçare, ti mundesh me këshillu. A janë Violet 18 vjetë mjaftueshme me qenë një fëmijë i pjekun? Do të thonë, nuk po foli se na kem për detyrë derisa na të japim frymen e fundit, më kujdeset dhe më jap këshilla për të më thënë. Edhe me ndiku. Me ndiku nëse është diçka e mirë, po, nëse është, më falë, diçka e keqe, po nëse është mirë, do më thonë, aje din rrugën e vetë edhe du të me vazhdu, ashtu vetëm du të me japë për krajen.